Gjinish? Çështja është kështu që Ramënburg dhe Berisha-Burg është simbolik, sepse protesta nuk prangat as Ramës, as Berishës. Është refuzim i 36 vjetë politik Shqipëri. Dhe në qoftë se do marrim kush ka bërë më shumë dhe Gjithmonë bëhet me regjia e mban zotin Gjoni, nuk e largon, bashkë me gazetarin Përkatës. Punoni në këtë frymë, kupton? Që të mos ju them përsëri unë. Zoti Arkipi, në qoftë se pastaj bëjmë analizën kush më shumë e kush më pak, kjo është çështje tjetër. Por në Shqipëri asnjëherë gjërat nuk kanë shkuar ashtu siç duhet. Asnjëherë shteti nuk ka qenë ligjor 100%. Edhe sot e kësaj dite ne i bëjmë të diskutime. A kanë bërë gjërat mira këto dy parti gjatë 36 vjetëve? Po, kanë bërë. Edhe këto që janë tani dhe ato që ishin. Sigurisht. Edhe partia e Zotit Gjoni. Problemi, ne po flasim në përgjithësi çfarë është bërë më këtë vend. Pse jemi në këtë situatë? Do me thënë, një nga arsyet, pse ne kemi, unë e vlerësoj shumë Zotin Gjoni, sepse është nga të vetmit njerëz, megjithëse është mandatin e parë, i cili del dhe është i vetmi që thot po Partia Demokratike ka gabime, se nuk e thot asnjë tjetër ka Partia Demokratike atë. Absolutisht asnjë. Por ama, në qoftë se Edi Rama bëri moratorium, për shembull, po si janë një rast, për shpendët, në kohën e Partisë Demokratike u bë masakër, edhe me lagunat dhe me shpendët. Në qoftë se flasim sot, por oligark që janë të lidhur me pushtetin dhe kanë kapur pushtetin, pushteti është kapur nga krimi, sigurisht kohën e Partisë Demokratike nuk ishte kap pushtetin nga krimi në këto nivele, po oligarkët në atë kohë lindën. Në qoftë se flasim sot për betonizimin në Shqipërisë, për lejet e kullave dhe rakaqeve që merren në Shqipëri, ne të gjithë e dimë që ato janë njerëz edhe të PD-s, edhe kryeministit Rama. Pra, ajo që dua të them, ose koncesionet, janë të dyja parë, ajo që duhet të them unë është kjo, është kundër leadershipit. Në qoftë se kjo parti, në qoftë se opozita do ishte e fortë, nuk do kishim qytetarë sot në rrugë, këto 22. Dhe nuk do kishte qenë Edi Rama me gjithë dhe gjithë rilindja, me gjithë parregullsi, me gjithë abuzim kaq të madh, me gjithë të vjedhje në pushtet 13 vite. Pra është pamundësia e Partisë Demokratike dhe është mirë shumë që Partia Demokratike vjen në debatin publik, po është mirë të merret me veten e saj, se kjo është detyra kryesore. Detyra kryesore e opozitës është të bëjë rotacionin. Tani, për sa i përket edhe një fjalë asaj që tha zoti Gogu, ekonomia po rritet. Zoti Gogu, kemi shifra kontradiktore. Nuk mund t'i marrim. Jo, pastaj do vazhdojmë se. Do futim zotin Gogu, po jo sepse Moody's, siç vazhduam. Jo, pse tha Moody's, i hapi statin, po nuk ke të vazhdojnë dy kolegët. Standardën punë, statin po deshe punë. Ja thuaj pra, kishe kohë, ja thuaj pra pasi të mbarojmë. Jemi me zotin Gjoni. Po pres përgjigjen, s'po bëj. Zoti Gjoni, po ti futen në bisedë tani. Ti futen Gogun në bisedë tani. Po s'ka lidhje. Ne vazhdojmë. Unë nuk do flas më, vetëm në jo ti do flasë zotri, po unë e ndava në këtë mënyrë, mbaruat ju, filloj zotria. Me zotrin tani vazhdo. Po ashtu pyet edhe një tjetër nga këta këtu që mbajnë kamerën dhe ikën emisioni për leshtë. A mund të jap një përgjigje zotit Gjimnishti? Po patjetër. Patjetër. E para që Partia Demokratike ka 13 vjet nga qeverisja. Dhe në rast se ne do themi sot për gjitha gabime për cilën la pushtetin, kjo nuk është e drejtë, profesor. E dyta, ju e dini shumë mirë dhe merrni dhe shikoni të shkuarën e Partisë Demokratike dhe në planin rregullues të Tiranës, të gjitha ndërtimet kanë qenë ndërtime deri në 8-4. Dhe Partia Demokratike nuk ka lejuar gjatë asaj periudhe të qeverisjes që ketë ndërtime dhe gradacela të kësaj natyre, të cilët janë pastrim i mirëfillt parash. Dhe zoti Hoxha dhe zoti Abilekaj janë në dieni të mënyrës se si funksionojnë gjërat në lidhje me krimin e organizuar dhe pastrimin e parave në Shqipëri. Zoti Gjoni, megjithatë rruga e Kombit është po aq e korruptuar sa dhe rruga Thoman. Ndoshta po të shkojmë në kursin e dollarit në atë kohë, ndoshta del më shtrenjtë rruga e Kombit që është bërë kohën e tyre. Dakor? Më fal, 1 milion euro ka kushtuar e gjithë rruga e Kombit. 1 miliard. 1.2. Po ishe planifikuar 800. Ishe planifikuar 800 në udhëzhtuan 400 rrugës. Ja, të lutem. Në qoftë se rruga e Kombit, ju e dini, për shkak të terrenit, për shkak të tuneleve, për shkak të skarpatave të rrugës dhe për shkak po flet për pjesën fushore Gjinishi i dashur Gjoni. Jo, pjesa fushore nuk mund të kushtoj. Po tuneli sigurisht që ka bërë shumë para. S'ka dyshim, mos hym te ajo, mos hym se e di. Ajo është një rrugë që nuk është përcaktuar kosto. Kto punohet dhe shto kosto. Nuk bëhet projekti ashtu. Edhe sot e kësaj dite nuk është përfunduar. Qëllimi kryesor kësaj proteste është shembja e establishmentit të 35 vjetëve, ata e kanë thënë qartë. Është arritur në një sukses, thoni ju, do me thënë rëzimi edhe juaj dhe i ministrit, që ju kam këtu,
Po, do me thënë, i Edi Ramës dhe i Sali Berishës. Është arritur në një rezultat deri tani toni? Unë them që po, sepse protesta në vetvete, përveç mekanizmave të cilët sot mënyrës se si organizohen, qëllimet e saj janë për të realizuar një ndryshim rrënjësor në mënyrën se si Shqipëria do shifet në 20 vitet e ardhshme. Zoti Joni, faleminderit shumë, bisedohet me ju, edhe për shkak të natyrës së detyrës që keni kryer e kështu, se ka politikanë që vinë dhe thonë vetëm gjëra të tjera, të ndryshme, nuk e përgjigjen pyetjeve. Mësojnë bërmëndës. Unë jam konkret dhe jam realist. Ka që shumë që i mësojnë, po ju, për shkak edhe të profesionit që keni të gjitha, unë nuk dua të fyej njeri, po shpesh i mësojnë përmend se ato dhe vinë dhe harojnë, s'kan lidhje me pyetjen. Falenderoj shumë, do të jemi herë tjetër do jemi në studio. E një të gjesh, ti more ko, po deshe ta matësh, ta dërgoj unë në fund. More ko të barabart me ministrë. Nuk thash, në mënyrë më absolute. Programin e drejtoni juve. Faleminderit. Nëjsi. Natën e mirë. Tani, Zoti Gogu, brenda kanë filluar disa paknajsi. Disa njerëz si Rama i ka larguar, po ka dhe njerëz si Rama i ka ngritur lartë fare, po shumë lartë, i ka ngritur shumë lartë, dhe sot duan Shqipëri të re. Për shembull, dhe zonja Spiropali që i quante Ramën Skënderbe, je që ka strot Skënderbe, o thonë Skënderbe i të gjithë e, dhe ky i thoshte Mamica. Po ta kesh mbajt, po mban mend ti, i thoshte Mamica ky. Dhe ajo i thoshte Skënderbe gjithmonë. Unë jam i vjetë në... Dhe mori postet pa numër të ANPS, tani do Shqipëri fare të re. Kanë qenë të dy të gënjur. Si ta kuptojmë këtë? Asa i si Do Shqipëri fare të re, mo tani. Do kontratë në re tani? Po. Bëri thirrje për kontratë në re. Kontratë të re, Shqipëri fare të re, dhe më thënë. Unë mendoj... Se ka të dhe doktori, që të vazhdoj të rritë doktori, se ja dhe kjo Shqipëri të re, do. Unë mendoj që Kontratën gati e kaj. kjo kuptohet pikërisht në atë gjë që e kemi thënë gjithmonë që kemi folur për demokracinë brenda partisë. Që çdo njeri, Thot që dojtë, paraqet ato gjëra që mendon dhe pastaj në forumet e partisë. Kryetari i Partisë Socialiste, Zoti Rama, e adresoi dhe këtë çështje dhe kot sa unë të përsëris atë gjën që ai tha me zi e presta atë paktin për Shqipërinë e re, le ta sjellin tha. Ne këtu jemi, pra Partia Socialiste vazhdon e them që të jetë formacioni që sapo ka kryer një digjes disa mujore në çdo qytet të Shqipërisë për problematikat të qeverisjes. Shkodrës. Kryetari e PS Shkodrës. Ka dalë kundër Elisës Spiropali. Deputetja që doli për. Deputetja. Me Omarsori e thua? Koçeku. Koçek. Që e do të ndryshonte dhe gjuhën. Po flet gegnisht. Flet një dialekt jashtëzakonisht të respektuar të gjuhës shqipe. Ajo doli tani. Shumë interesante është kjo zgjidhje. Ma të është rritur. Shiko, i dashur është fuqia e Partisë Socialiste. Jemi parti me biodiversitet të lartë. Është edhe pa fuqi. Disi e kemi biodiversitetin e mendimit, e veprimit politik. Unë lexoj nga pak teori, ja një minutë, unë lexoj nga pak teori demokracie, dhe di që ky sistem vlerash, akoma në Shqipëri nuk është bërë asgjë, po edhe në botë ekziston pak, dhe aty ka filluar të bjerë demokracia liberale, ka filluar të rrëzohet shumë fort, poshtë.